Pas mungesës së një marrëveshje në takimin e zhvilluar të martën, një takim të ndërmjetësuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, minatorët e minjerës së Bakrit në Spaq të Mirditës kanë vijuar protestat e tyre edhe këtë të mërkur. Pavarësisht kushteve të vështira atmosferike dhe rreshjeve të dendura të shiut, ata janë mbledhur që në orët e para të mëngjesit në hyrje të kompanisë, duke kërkuar plotësimin e kërkesave të tyre. Kjo shënon ditën e 14 të bojkotit të punës nga ana minatorëve, të cilët deklarojnë se nuk do të tërhiqen pa u plotësuar kërkesat që lidhen me përmirësimin e kushteve të punës, rritjen e pagës dhe njohjen e sindikatës. Ndërkohë, Konfederata Sindikatave të Shqipërisë bën me dije se në takimin e zhvilluar mes palëve kërkesa e saj kryesore ishte rikthimi në punë i 17 minatorëve të larguar padrejtësisht dhe nisja e negociatave brenda 10 deri 15 ditësh për plotësimin e kërkesave të tjera të punonjësve, por diçka e tillë u refuzua nga kompania. Nga ana tjetër, kompania Tete Albania reagoi përmes një deklarate për mediat, ku theksoi se KSSH ka vepruar në kundërshtim me ligjin, duke mos respektuar procedurat ligjore për fillimin e bisedimeve dhe duke organizuar greva në periudhë të ndaluar nga ligji. Në deklaratë thuhet gjithashtu se kompania mirëpret dialogun me institucionet dhe kërkon respektimin e detyrimeve ligjore nga të gjitha palët. Tete Albania mikpret rikthimin në punë të gjithë punonjësve me kontratë të vlefshme dhe mbetet e gatshme të dëgjojë çdo shqetësim të tyre. Ne falenderojmë institucionet publike për angazhimin dhe theksin që vendosen tek respektimi i ligjit. Thuhet në deklarat, rreth 70 punonjës të nën tokës në minjerën e Bakrit në Spaq të Mirditës kanë bojkotuar punën dhe ndodhen në ditën e 14 të protestës së tyre. Ata kërkojnë kushte më të mira pune, paga më të larta, njohje e sindikatës së krijuar prej tyre edhe nënshkrimin e kontratës kolektive me kompaninë.